mos koordinim, vjedhje apo mister? Këto 3 pyetje na erdhën në mend kur dëgjuam historinë e një vajze 17 vjeçare nga Fieri, e cila është shpërngulur në Tiranë për studime. Vajzën e kam në shkollë, gjimnazi Besnik Sykja. Kam bërë dokumenta për pritet për punë e bursit të vajzës time. Për ta sqaruar, bursa e shkollës është një pagesë mujore e cila i jepet nxënësve të arsimit 9 vjeçar dhe të mesëm sipas 3 kategorive, ku merren parasysh karakteri ekonomik, rezultatet e arritura dhe kategoritë jashtë kriterit ekonomik. Kjo studente e ka përfituar me statusin e 2 prindërve invalid. Mi marrë një letër nga shkolla që çupa frekuenton këtë shkollë. E shmarr mendimi që vajza ka fituar bursën. Po prit për lek s'ka, prit për lek s'ka. Për një moment, nëna e vajzës dyshon se ky problem është shkaktuar nga një ngatërres në dokumentacionin e bursës që lidhet me emrin e shkollës. Për vitin 2023, për 2024 jo për fajin tim. E kishin çorte një shkollë tjetër që çupa ime nuk kishte qenë fare tek ajo shkollë. Si shihet në këto dokument, në bazë të vendimit numër 135, datë 21/12/2023 të Këshillit Bashkiak Fier për miratimin e bursave të shtetit për nxënësit që ndjekin programet mësimore pranë shkollave të mesme e profesionale Rakip Kryeziu dhe Petro Sota në Tiranë, përfituese është edhe vajza 17 vjeçare e zonjës. Përndërsa në vendim janë situar këto 2 shkolla, vajza studionte në gjimnazin Besnik Sykja. Nga ky gabim, nisi më pas një përcjellje dermoder sa në Bashkinë e Fierit e sa në institucionet arsimore, që vazhdoi për disa muaj, derisa familjarët e vajzës të lodhur hoqën dorë, pa i marrë paratë e bursës, madje pa e ditur ende sot se ku kanë përfunduar. Sidoqoftë, për vitin e ri shkollor 2024-2025, edhe një herë, zonja vendosi të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm, me shpresën se vajza do të bëhej përfituese e një burse aq të nevojshme për të. Para dokumentat pra për vitin e 2024 për 2025 u mor vendimi prapë. Që e fitojmë për punë prind invalid. Bursa u përfitua me vendimin e Këshillit Bashkiak Fier numër 141, datë 23/12/2024, e cila rezulton e treta sipas kërkesave të paraqitur në Bashkinë Fier nga personat e interesuar, e firmosur nga vetë kryetari Armando Subashi. E po më në fund bursa do të merrej, apo jo? Jo po i katije, jo po i këtu, jo po ndale se do veshte shkolla, jam interesuar te shkolla drejtore, më thamë ne nuk japim lek, ne japim sim ta. Kurse ne nuk na ka ardhur gjë tha. Për të dytin vit radhazi, sorollatjet sa në Tiranë dhe Fier vazhduan pa marrë asnjë përgjigje. Ndoshta për t'u shmangur përgjegjësive, zonjës i kërkohet të bëjë ankesa drejtuar titullarëve të institucioneve. Kam bërë 2 ankesa. Bëra ankesën e parë te Bashkia e Fierit, nuk më ktheu përgjigje. Bëra ankesën e dytë te prefektura, nuk ktheu përgjigje. Çupa do ta marrë bursën atje ku është. Por ai ne pasaportizimin e kemi në Fier. Për këtë vit prapë e njëjta gjë. Jeni vetëm me letra, shko këtu, shko atje dhe asnjë gjë. Por vendimi është marrë vajzës time. Gati 2 vjet, brit lart e poshtë. Pasi nuk merr asnjë përgjigje, pavarësisht premtimeve, nëna e vajzës vendos të drejtohet zyrës së informacionit për më shumë të dhëna për çështjen e saj. Çau bë me atë bursën? Edhe para dhe e dyta, as të para po marr dot, as të dytën lutem. Ato janë bërë publike, ka dalë emri të. Po emri ka dalë, po ne nuk kemi marrë asnjë. Po ne as vitin e parë nuk e kemi. Nga sa shihet, e gjithë bashkia është të informuar rreth këtij problemi, por askush nuk është në gjendje të japë një përgjigje se ku janë lekët. Vajtën dhe shkolla, takohen në drejtë dhe toreshën, më thanë japin fletën, tha që frekuenton shkollën fëmija, tha nuk japin lek. Pa të drejtë bashkia ta japi këtë, tha. Po. Punonjësi i informacionit lajmëron shefin e tij, por ky i fundit i përcjell në nebi duke i kërkuar të bëjnë kërkesë me shkrim. Kam bërë një ndryshim vendimi të Këshillit Bashkiak, në shkollë. I kemi të pyesim çfarë është. Se janë 2 vite rresht dhe nuk është bërë asnjë gjë. Kemi përgjigje që ta kam dhënë pa. Po ne këtë duhet të drejtohemi. Pa bëj drejtoria shkollës vendimi të Këshillit Bashkiak. Ata presim një përgjigje ne apo kemi bërë 2-3 Apo bëre pyetje të parë do të bëjmë. Të pyetje që është titullari i shkollës. Mor vendimi parë 2023 për 2024. Fondi urçel, ku vajte ky fond? Fondi nuk është qetë. Ti parë po një se i ka marrë plot. Kërkesa e radhës i shtohet numrit të shkresave dhe ankesave që ka bërë kjo zonjë për muaj të tërë. Përfshirë edhe zyrën arsimore pranë Bashkisë Fier. Bashkia sot i kam çuar. Tani çfarë të them edhe unë? Shkum të bashkia tani, dhe na tha sa më shkolla, po tha tek zyra arsimore. Po për çfarë duhet të vini te zyra arsimore? Po mirë, vendimin juve nuk mund t'ja çoni shkollës edhe për më shpejtësi. Ja çon. E tha që nuk në ka ardhur gjë ne tha. Vendimin që është miratuar në vendim Këshillit Bashkiak. Ja çuat që është emri
Bashkia jon kishte bërë vetëm gabimin që mund kishte çuar te Petrosota. Punonjësia e zyrës arsimore sapo na pranoi gabimin e bërë në dokumentacion nga ana e tyre. Fondet menaxhohen tek njësia vetë qeverisjes vendore që frekuenton nxënësi. Po Bashkia e Tiranës, keni vajte Bashkia e Tiranës? Zyrtarja e drejtorisë arsimore është e bindur se çështja duhet zgjidhur në Tiranë, prandaj zonja së bashku me vajzën i drejtohen zyrave të Bashkisë së Kryeqytetit me shpresën se kësaj radhe gjithçka do të merrte zgjidhje. Ma shërbu më i tisë në Tiranë, duhet atje. Është përfituese në Fier. Pra do të japi Bashkia Fier, jo ne. Frekuenton këtu, po lekët që jep Bashkia Fier nuk t'i japim ne. As këtu nuk morëm zgjidhje. Prandaj, mbatim këpucët edhe një herë drejt Fierit, kësaj radhe tek juristja e bashkisë. Tani, që ti që problemi të gjithë të ministrisë, që pësirin nuk të shkon që e ka bashkia, sepse bashkia në organim të bashkia e ka planuar e ngrenosës. Dhe pastaj të fonde i përgjën ministria. Sjene, jam Luela nga emisioni Piranja. Duam të dim çfarë problemi ka zonja që nuk e merr bursin e vajzës. Sepse është i dyti vit që nuk e ka marrë. Ku kanë shkuar fondet? Fondet që bënë këtë gjëra ashtu. Sepse është Ishte paraprakisht që ne kemi këtë problem dhe do Po pra, erdha për të pyetur ku janë fondet, pse nuk e merr dot zonja bursën e vajzës. Pasi na komplimentoi, juristja zgjodhi të largohej pa na dhënë asnjë sqarim. Por ndoshta drejtori i zyrës së informacionit ka diçka për të na thënë. Zotri, po ju keni një përgjigje pse nuk e merr dot zonja bursën? Ku kanë shkuar këto fonde? Fiton. Jo, nuk kam asnjë përgjigje. Juristja iku. Nëse për ju është sqarim, ikja saj në atë formë për mua nuk është. Mundet mos jeni ju të kënaqur me përgjigjen e saj. Ajo nuk më dha asnjë përgjigje. Çfarë folim? Më thoni ju çfarë ta. Më thoni ju çfarë ta. Ne kemi zbatuar vendimin e Këshillit Bashkiak, ja kemi dhënë me vendim Këshilli Bashkiak, më tha. Kjo është zgjidhja që jepni ju qytetarëve. Si ka fondet? I keni ju si bashki, i ka prefektura, i ka ministria, ju nuk i jepni. Përgjigjet plotësohen nëse do një kërkesë të veçantë. Viti i dytë që zonja nuk merr bursën e shkollës vetëm për këto letrat që kërkoni ju. Vetëm për këto letrat. Një tallje institucionale me disa seri dhe disa aktor. Dhe për çfarë? Për 70.000 lekë të vjetra në muaj. Në të gjitha zyrat ku zonja ka trokitur, është përballur vetëm me fjalë dhe supe të ngritura, e asnjëherë me zgjidhje të hallit. Po ku është Ngërçi? Unë mund të bëj këtë gjë, nëse ata thonë që ka Bashkia Fier, ata të mi thonë që duhet ta bëj Tirana, nuk e di të bëjmë një shkresë pastaj për ta interpretuar këtë gjë. Sepse realisht jam shumë dakord që tani asaj takon, ne si Këshill Bashkiak ja kemi njohur të drejtën, puna ngjet që kush do hapi konkretisht lekë. Pra si mund ta zgjidhim këtë problem? Do merrem unë pak me këtë gjë. Ja unë sot jam ndjeni të kësaj. Dhe kryetari e mbajti fjalën duke na sjellë shkresën e cila përfundimisht sqaron gjithçka. Në të shkresë thuhet fare qartë se fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat administrohen nga njësitë e vetë qeverisjes vendore sipas vendodhjes territoriale dhe administrative të shkollave ku nxënësit studiojnë. Pra e gjitha e qartë, vajza 17 vjeçare e cila studion në Tiranë duhet ta tërheq bursën në minibashkinë që i korrespondon shkollës Besnik Sykja. Dhe ne aty duhet të shkojmë me shpresën se kësaj radhe do të jetë hera e fundit.